Summer një kafe me labin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediterran. Përshëndetje, edhe këtë javë jemi bashkë me Summer një kafe vlavën. Tek New Hotel Mediterran jemi të vendosur të akomodum gjithçka me gjithë ekipin, stafin, artistët. Faleminderit për mikpritjen, për gjithçka që japin për Summer një kafe vlavën. Ja vlen të vini ta vizitoni edhe New Hotel Mediterranin. Por në anën tjetër, unë jam me fat dhe falenderues sepse e kam këtë vend magjik edhe të mrekullueshëm, Cabo Beach, ku faktikisht është një gërshëtim mes Hotel New Mediterranit edhe artistëve të cilët fakt intervistohen tek Cabo. Kështu që e bukur është edhe nata sonte sepse unë kam Pavin Cafe, aromën e kafes që ma jep edhe në Brigdetin e Ulqinit. Jam me fat sepse karburant kam marrë edhe jam ardhe i këtu tek Aria Petroli, ndaluni në Arllat, ja vlen ta vizitoni, është portokall e vetmja, por shqiptar, diasporë dashur, faleminderit që vini bashkë me Prishtina Ticketin, sepse e dini mbi gjitha, Prishtina Ticketi ka biletat edhe të mira, edhe të lira, u thoni kudo. Por unë me Prime Travel e shijoj bregdetet ndryshme në përbot, siç është Antalya, Dubai, Maldives, Ibiza, Spanja, gjithka. Kështu që këta janë ata, përpos këtynve është Valone, është Telaku Dental, është Besa Dekor që po më qëndron afër vetes bashkë me dekorin e tyre të mrekullueshëm, por unë thom e bukura është këto momente fillon. Bashkë me ata tret, bashkë me mu, bashkë me musafirët, të cilët fakt janë edhe pjesë e kësaj nate e Summer një kafe vlavë. Që dija për ty po flasin, nuse ma të bukur nuk pas kam pa. Mi për ty po flasin, zemrën po ma vrasin. Që dija që je martuar, dua çdo të mirë të dëshiro. Kur të mendoj të gëzuar, nuk e përballoj. Që dija dhe bora, vjen pandar. Veç nuk pari të ngrim në këtë zemër dashuri, që djallë bora e ka zbar. As një lajmi mirë nga ti s'ka, vetëm ai lajmizim që djallë u marto veti. Edhe për ty, po drash përkas edhe për këta dytë që kur ma në distancë, unë kon njëni me tjetërin. Kur ma në distancë, kon pas njëni me tjetërin, jo unë kon gjithmonë bashkë, kështu që sonte pak ma lartë. Na kanë done mes një oqean. Është kënaqësi që jemi bashkë një kafe. Faleminderit Labi, gjithashtu edhe për mua, faleminderit. Faleminderit shumë që je pjesë e imja, edhe si vjet në Hotel New Mediterran në Ulqin, por ti e di që je banor edhe i Ulqinit. Jam shumë i lumtur që je banor i Ulqinit. Por je edhe shpesh në ndasmat e ulqinakëve. Jo vetëm këtu, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, shumë. Çfarë ndjeni është yll? Me thonë drejtë për Ulqin, kam shumë e folë se prej që më konë thmi, sidomos pjesa jonë,
Dogaxhini. Kretë Kosova po flas për zonën tonë Dogaxhinit. Kemi pas një qasje gjithmonë të mirë, më duket se edhe mentalitetin e kemi pas një me Ulqinak, edhe jemi përshtat shumë mirë me ta. E maj mend vetën si fëmijë sot kur kalova ka plazha vogël, valë kur veshin ndoshta 7-8 vjet, u kënaqën ato valët, u gjujsha pe ziti, pe ku ta dione, gjithmonë sa të vi, ma kthen nostalgjinë e vjetër edhe kënaqsam. Por dasmat Ulqinak di bën dasmat shumë të mira. Kom fat që jam dasmat tyne. Din mi bë dasmat e mira për shumë arsye. Si burrat, si gratë, si djemë të ri, si vajzat e tyne bojnë shumë atmosferë me mendile me ato që i kanë thjesht kënaqshna ndasmat Ulqinit. Kur jemi tek Ulqini, cila këngë kur të vjen hyrë në Ulqin vjen ndërmend ta kujton në Ulqinin? Është një këngë shumë e vjetër Ulqinit. Është kënga e Xhenit e Kalaja, s'ka fjalë, është top. Po unë kam një këngë pak më ndryshe. Është një këngë Ulqinake, ashta nuk di me thonë mirë që çdo të po është ajo bum sharavelli, taravelli, bum taravakata. Këngë e peshkatarëve të vjetër. Peshkatarëve të vjetër. Ja ma kujton ajo pak kështu Ulqini, nuk e di kam ka ardhur kjo këngë, po e di që është e peshkatarëve të Ulqinit vjetër. Yll të ka me qenë edhe gjatë sezonës verës në Ulqin, me këndu edhe në Ulqin. Po. E bukur kjo kur vjen, kur këndon, kur vinë publiku, vjen njerëz që dojnë, e bëjnë një fotografi me ty. Po, mas pari faleminderit për njerëzve që na respektojnë. Unë jam shumë mirë njohës se një njerëz që don të ofrohet edhe thotë po du me bën një foto me ty ose të jap dorën thotë si e mirë. Se dikush që s'don ka lënë që aty dhe vazhdon jetën e vet, punën e vet. Unë nina shumë krenar dhe jam shumë i lumtur kur nale dikush fol me mua, nuk pritoj me fol. Për shkakun kudo që hina për lokalin përse faleminderit më respektojnë. Ka ndikuar shumë edhe kënga e Krajës që kom punu këngën e Krajës, se Ulqini, Kraja, ona molit jon, këta janë një. Pa. Edhe ka ndikuar ajo shumë edhe në Shtetet Bashkuara, edhe këtu në Ulqin. Jam shumë mirë njohës. 3 gjëra që cilat faktikisht i vjen kur të nisesh për Ulqin i merr me veti. Dashnin mas pari për Ulqin. Dashni për Ulqin. Dyta, qefi maj madh është Muar Karozhaja, ka pjesa e vjetër. Na vjen më afër ne. Kam qef e dua rrugë pse kam pak probleme me gruan tim se thotë kthesa shumë, po unë kam qef ashtu. E treta kur vi këtu nina shumë rahat, simpesi këtu nina nisoj. Ndoshta edhe më rahat. Edhe më rahat. E dyta. E treta, thash. E treta. E para ke dashnia, e dyta rruga bjeshve, e treta. Dashninë e publikut e ke marrë. Sa mundosh me i respektu edhe me i kthy atë dashninë që faktikisht e merr për të nëve. Faleminderit Zotit që ma ka dhënë qatë afërsi me njerëz. Edhe faleminderit njerëzve që ata që më duan, që më respektojnë, shumë faleminderit. Mundona në çdo formë ja kthy mirë më mirë, por tash kur e mrin një farë niveli, pa marrë parasysh ku je, keni nivel caktuar. Po. Duket që tash është shumë problema e fjolla popullore që është më zor me majt se sa që me fitu. E që aty mundona mos më kurit, më mujt me majt mirë, dhe pse lodhja bëhet vetën, ngarkesa bëhet vetën, ki punë me njerëz, çdo natë sidomos kohë sezonës, ki punë me 400-500 vjet, nuk mund shpi majt men, po mundona, unë pak me emna kam probleme, mi thonë emnave njëri direkt fytyra si arrej, po me emna është pak problem. Se ti kem shumë njerëz. Kur e ki kontaktet shumë të edhe ma tepër çdo natë, kur janë darsmat edhe fytyrë pas fytyre edhe është e pamundshme ndërsa. Për atë arsye mundona në çet formë mu afru më bisedu me ta dhe më kthy sa do pak atë dashnin që më dhojnë. Për çfarë jemi njerëz? Po shumë gjona jemi njerëz këtë jetë. Faleminderit Zotit tash edhe herë që jam çet profesion që jam shumë i lumtur, që më kanë ofru afër vetes njerëzit dashamirët e mi edhe kohën kur unë jam shumë i vogël. Po foli me profesion, që për shkak pjesë jam Vrella i Stoku, se ti një ato zonat e mia shumë mirë. Më kanë përkrah shumë, nuk i harroj kur, se ndoshta çfarë kom pas nevojë më shumë ti. Që ato gjona nuk i harroj familjen, njerëzit e mi që më kanë dhënë dashni, më kanë shtypë po hajde bravo, atë dikush më ta bën në duart rrugite për mua kon ku më ditë sa. Për shta jam shumë mirë njerëz edhe mënona mos më harroj sosane. Edhe e di që unë të një shumë mirë, por për shikuesit po du. Thumi 3 gjërat e tuja ndërsa që nuk i din shikuesit. Që i ka ylli, por shikuesit nuk i din. Unë i di cilat i ke. S'po di, nuk po di. Qa kam diçka që se di shiku. Unë jam shumë i hapun, gjithmonë jam konë edhe në intervista edhe në jetë. Po diçka që nuk din.
Për zotin, për momentin nuk e kam na i diçka që më ka kështu që se dim publiku. Nuk kam shefsina me thonë drejtën kështu një person që maj diçka sekreta si jam shumë i hapën, ti e din shumë mirë, po për momentin ke zonë kështu. Po që në fakt po e marr shembull që nuk din që ti je adhuruesi i kereve të vjetra. Po. Tash 3 gjëra që si din. Faleminderit shumë. Po atë kom të hapur si pastaj. Kom fillu kove të fundit, i kom 2 makina, i kom 2 Mercedesa. Një e kom, 2 janë pe Amerikë kanë orë, po një e kom blenë Kosovë, e një shok jam i makanisë pe atjerit. Dhe këto që kom blenë Kosovë e kom kabriolet. Edhe është që e du shumë, edhe dashëroj shumë, se është i gjeneratës teme. Unë jemi 1981, edhe Mercedesi është qëti viti. Edhe kom renovu komplet, kom restauru, jo krejt motorën gjonët se nuk është gjenet keqe, po e kom lyë, kom bo kështu për qef, edhe këtë tjetër që më kërë kjo është i vitit 70, edhe qëka është që më bënë shumë e dasht, është automatik, është me, po ta si bëgë kështu, i ka 4 gjomat pull që hapen, byllen, edhe qëka është ma e mira që është 1970, dhe më thonë 56 vjet i ka, e ka klimen. Bravo. Edhe që të dy, e ka ma shumë nuk du me bo se... Sa ke? Sa vjet? 56. 56 vjet. E ky tjetër që kam është gjeneratës teme. Këto menoj me majtë për jetë, sa të kom jetë du me majtë qëto për qef. Në fakt dytë, po këto e dashuroj ma shumë. E dashuroj ma shumë. E që kjo është që ma qitë në tërmen. E dyta është, une jam shumicën e kohës rrugave, aeroplanave, punëve, poshtë për pjetë. Kur këthejna, kam qef me nejtë shpe, me nejtë me njerës të familjes tem, me njerës që më rrethojnë. Munona kam që më konë shumë me familje, që ato ditë që e mi lirë, mi a kushtu familjes, se po thuj se mu më kanë rritë mija, ma shumë i ka rritë greja më zonë, se sa one që më konë bashkë me ta. Edhe e treta mundona njerëzve që më kanë respektu, që më kanë nërru gjithmonë, mi a këthy për të mirë, mi dasht, mi respektu, thashtë nuk kam qef mi a rrutë mirë që ti ka bo dikush, se thashtë thjesht po e marat shambullin, i ka bo 2 dinare, ka rritë mene, nuk du më konë qësi në qatë kategorit njerëz, e konë që më konë sa ma poshtë, me respektu njerëzit, mi avdhoni dashnit mirë, më konë afër tyne, na jem të plak, nuk jem të përtri, kështu që bili me pas një presnit mirë në tarmen, mendoj që të treja janë modeste. Edhe diçka tjetër ka. Edhe diçka ka tjetër që në fakt, kur jenë shpe, o borën. Po, për lula, për borën nuk kam shumë aty të shpia, në shpia me reket i kam një shtatari. Një katerari kam barë dhe lula. Dhe abi, gjysë natë e beson zëtë quna kërë e këqyri qa që kam qeftu. Ja kom qitë ndryshimin, i kom mjedh lullat, e bëj barin, kështu shkoj, e këqyri është bo vijat, në që është ajo, që do këtë qëtu rraf, shkaj drejt. Edhe mirë na shkoj në përbanatore, bëjtësore plehna, ndryshme për më dalë ma mirë bari. I rri gati jashtë zakonisht mirë. Dhe më thonë je adhurus i lullave dhe i gjelbrimit. Po, edhe një kopsht vogël e kom bo në vrellat një katon, të babat e nona, e kom bo vëq për qef edhe më shku mi poplesh, edhe kështu ne kastravec, ne domate... Në më thonë, është mbjell toka, po? Po, kanë në më thonë bio. Këtë bio. Edhe këto bubat e këto që dalin kompira shkoj me hit këtyne, hit që djegën drut, jo me qitë pesticide kësi gjonave. Me qasi i largojmë, bashkë me grumë, punojmë që të knoshta. Thëmija tha që janë rritë. Gjalli e di që shumicën e kohës është bashkë me ty dhe në përdasë. Kry shkollën ullët të muzikës 7 vjetë. Ka kry shkollën mesve 3 vjetë, 10 vjetë. Ka kry tash fakulteti vitin e parë, do më thonë veç që kam bo 11 vjetë muzikë. Edhe fut baterive? Po, është fut në bateri që për thonë, taman edhe në topan kështu, edhe është më butën kone, edhe DJ në fund kur ka nevoj për after party që bojnë. Bravo, bravo bukur. Qika? Qika është në përfundim të fakultetit informatik, shkencë kompjuterike. Shkencë, po. Përfundim është. Mirë? Tjetërin e kom futbal. Si vetë kam e shku në Gjermani e kanë kërku për me këshyrë me kutadione a bëna, s'bëna, që ka bënë të këbënë, është të përgatit intensiv. E donë shumë futbolin? Po, i vdes për futbol. Vesh futbol. Yll, a është në qatë sektor ku e jeti, me qatë ekip që e donë ti? Ajo? Aje e donë Ronaldo, në ka dhe pushterën e ti në aty në dhomë ku flenë e ka, une jim kone adhuru si Barcelonës, po kështu në shpirt e kam Bayern Münchenin. Ata i du mas shumë ti. Po të unë është, kur ka lojt mirë, që luet loja mirë, më bënë më një mirë që aja është për mu. Ylli, po i këthejmë atash jashtë të familjes, po i këthejmë pak skenës muzikore. Unë i di që shumë duete ke pas, shumë bashkëpunime ke pas, shumë potpori ke pas.
A I bën pishmonit për dikon që ke pas një bashkëpunim edhe thush pse kom bo? Nuk kisha thonë lapa. Nuk kisha thonë që diçka mi thonë pse kem bo, pse se kem bo. Gjithçka është e kohës, gjithçka jetë në kohë, nuk kisha thonë, nuk jam një person që kam qef më thonë valla pse kisha bo me qëto. Jo, qa, konë, kem punu me gjithë, vazhdojmë prapë me punu. Mendoj që se cili sa ne ka pas kohën dhe venin e vetë. Po, a ka dikon që ke që thush, inshallah Zoti ma bje nesër mas nesër me pas një duet me ta? Për Kosovës? Ose Kosovës, ose është jashtë Kosovës. Unë në përgjithësi me kolegët e ditë shumë mirë se ne kemi letët hapën. Përgjithësi me këtë kolegë ka lejë shumë mirë, edhe më ofrojnë bashkëpunime sene, po edhe dush me gjithë edhe kongën që të përshtatet. A di nuk mund shme botash, përzojmë unë e labim me bo një kongë, okej, bojmë pa, për na përshtatet dyve, kuptën? Që aty është, nuk e di, ka shumë që I du si këngëtar që I gnu njerëz zakonisht mirë, si dhe mas gjeneratet e reja në këngëtar perfekt, s'po foli për gjeneratet e vjeta se ata e në kulmi, po dhe gjeneratat që jam unë për shembull dhe ma të rion, jashtë zakonisht mirë. Vrejen puna, ju ka të zë puna, ju ka të zë në gjithë shkapi. Me të zhgënyu dikush në stadat ka zhgënyu? No. Ka pas të nej fjallën e gjokështu, po jo, diçka me thonë që... Mbi vlerësum në strada ka, si pas yllit? Mendoj që po. Mendoj që po. Burok më ka thonë një intervjist, më ka thonë shumë. Apo? Po. Tashë, në gjeneratet e Burakut, e Talbonit, e Taolontit, ne jemi gjenerata ma treja të muzikës. Edhe pëse unë pak më në moshë si ta jem, po e kemi një, po thuj si një mentalitet shnosh. Shnosh. E di që ki këndu zhanët ndryshme në muzikës. Ki provu ndonjëherë rock me këndu? Se baladat, po populloren, po folklorin, po arktusën, po... Se për shembull konga që dy abora që kënohen fillim. Po. E ka një farë elementi pak trokut. Nuk është që se ka. Po. E ka pak. Po na jepim në muzikë e qujmë, po më nejna muzikë popullore qujmë shtim. Tingëllon pak ka turqishtja dhe këthen muzikë popullore. Se e ka vetë një ritmi, asisojt, e ka pak rokun. Jo të theksum, po vrejt. Po nëse ish dash me këndur ylli rock, e kish këndur ylli rock? E kësha këndur rock ma të but, jo ashtë rock të ronë, që si jam e nëse me kërë. Dhe të mirit plakës të shumë. Na kem pas në peja si shoke që kanë këndur rock, e mu më pëlqen muzika rock. A ka ylli që ka refuzu ndonjë kongë, ndonjë bashkëpunim, ndonjë kongë, ndonjë duet, ose... Kongë po. Ose veç kongë? Kongë kemi refuzu lapë, se s'mu është morë të krejt kongë, se thash, mas por e marrë analizoj tekstin, a dhe të tekstin mu imi përmesu, po të muzika për shambull, jo ndo që s'të flejnë, nuk mund është me kënu, që shtët për shambull kompozitori kënu që të formë, nuk të shka në burë. Po. Edhe ka pas raste për bo. Naj duet, a ke refuzu? Po. Ke refuzu? Po, më refuzu, se jo me qëllim të saktun, po nashta koha, udhëtimet, s'kam qenë këtu, për atë arsye, se jo kështu me thonë, valla, s'po du me bo me ty, se nuk është natyre jam. Po me të refuzu dikush atë ka refuzu? Po, me ne që po, po mëre. Po qësh ja, asu nuk jam superiori aty, gjithë kush e ka, me ne që ka nivelin e vetë, po, normal që po. Te kongë tuja që kja, a ka një copë yll diku të ndonjë rapi kongëve, që është një pjesë e yllit, mrenda, tekstit? Jo, nuk e morë ma të punë kur. Kur se kom përzi për shumë jetën teme personale me një kongë, se gjithmonë kongë t'jonë ose e dënë, ose ki jetë të vujtë. Unë që ato probleme si kom pas kur. E kom kënu në formën teme që shko mujtë në mas mire dhe kaq. Jo, diçka që më ka prejkë mu ose ju më dion në qatë kongë, jo, nuk kom pas diçka. Ama më ka bo më ndi për shumë kërhin tekst, dush me ndi pak që të mjë dhe shpirë kongës. Po. Po nëse e marim me në një kongë tjetër, e ke ndygu në një kongë për shumë në ndonjënit për kolegëve, edhe ke thonë, që tu pas ka diqka temen. A ka ndodhë? Po i besë se cilina prej ka pak dikun. Diku po. O shte pa mosh me në njerë si jemi. Mendoj që po. Diku po. Mendoj që po. Diku po. Prej televizionit kështu, në fakt, të kara, mi pa dhe me thonë kej këta gjeneratën e ma të vjetër që janë. Edhe një farë mënyre, ki pas respekt për së cilin për tëve dhe një dashnit madhe, kur i ki pa në televizion. Për para. Kur të kara, takimim live, a i është gënyu për dikujna?
Po, nuk kisha thonë zhgënjim, po tash vetë jam në qatë jetën, në qatë punë, nëse është dikush në punë, pe që jetë të kënu, për jenë punë tonë, të kërë punën tonë. Edhe i ke shku se diçka i nashtat ka pat, ka këshyrë për me mene konë dikun tjetër, edhe ke morë si zhgënjim, nuk kisha thonë që zhgënjim. Se nashta me me njërë konë të lidhë kongë, qëfar kongë me kënu, mas të kongë, me majtë atmosferë, me konë sa ma kështu, nuk kisha thonë që më kanë zhgënjy kolegët e mis, nuk më thonë ashtu. Po, nashta një neglizhencë ka mujtë më qenë. Po jo direkte, po ku ta diunë nashta pi punës, ose pi angazhimit ti, ose prej... Do me thonë të kylli nuk ka pas kafe me dalë, me pi kafe, edhe me thonë, wow, ka me pi sot kafe me labin, edhe në faktikisht do me thonë labi, wow, e di, e kom pas një simpatit madhe për to, edhe në fakt, kur del ka ndryshu kapja, jo. Jo, që ashtu janë qatë shkallë ju lab. Nuk me, adi me qitë dorën zarën me folë, s'mëj është, nuk o konë qatë shkallë kërka absolut. Po du me ta marrë Farukun? E merë Farukun, nuk je i vetëmi që ke tentu me nuk je i vetëmi që e ke lyp Farukun, e ka lyp tonë Farukun, e vlerësoj shumë, po te unë e Faruku është një dyneni. është shumë problem se na Faruku është me mu, dhe më thonë, përbën 13, gati 14 vite bashkë, ka është shumë i ri. Edhe jemi formu bashkë, na jemi një fjallë, dish me thonë. Kanë thirë, që është shumë normali me thirë, ashtë të mi fru qmime, ndryshme, ku ta di, unë shumë se në tjera, po karakteri jam i Farukut është një. Unë pa Farukun së më shkukun, asaj pa mund së shkukun. Tash vite, u bon shumë vite, edhe që të vyna i natë kështu për me bo muzikë për qef, s'ka problem. Për magat nuk të vjene. Ja, për magat për ja, për magat s'vjen, nuk të vjene. Faleminderit që për mene, se Faruku është e meriton me përshëndetje, është maspore djali mirë, është familjar, ka një familje të shkelqyshëm, kështu që 13 vjetë jemi bashkë, kur një që ka se kemi pas motocikluese me prishtë në vërtet. Je den që unë për zamër e kam. Ai ty dën shumë, çmon shumë, edhe kur nuk e rën të mirat e sidomos tuat, po edhe njerëzve tjerë që kanë po mirë gjatë karrierës, gjatë udhëtimit tina. Nuk e rën ato. E di. Kohën e fundit nuk është gjithçka në rregull, nuk është gjithçka mirë sa i përket showbizit. Pse nuk është në rregull, pse nuk është mirë diçka? Labi nuk e di, nështë tonë se kom vrejt shumë atë punë dhe me thonë drejtë nuk jem një person që mbjena dhe shumë. Thash, punë, shpe, familje, jam pak ma i premë nështë në qëtë aspekt. Ti e në rrjedha, sonë ti e me mu si këngëtar një dasëm, njëse me atjetër, në gjithdo natë ndryshë, i shenë edhe një senë ndryshë, për zotëm nuk jam që asë gjykoj, asë që folja, asë... Po më ndonë që nuk ka mu që shka qenë për para, që i kam pas hitet, koncertet të shumë ta sandet. Për atë aspekt, nështë ta mendoj që ka avancu qatë shumë muzika, sa që pak problem. Besa edhe kjo ka dalë tash inteligencë artificiale, këto sunat, këto që i bojnë kongët. Po shamë më ka ndodhë, e kilëshu njën i ka morë për YouTube, se ku di une në sunat e gëni qëfar të kënumit të bënë që kaj, a ish AI. Në i ke AI, se ki qëfar zoni ka. A u kupton, është ta kanë diku dhe kjo pak? Kanë diku. Mendoj. A ka ndoj pendim të madhë që ki pas dhere me sot? Se di. Nuk jam i person që kam qef asë me mlendu, asë me lendu dikan. Gjithmonë jeta është plusi dhe minusi. Mos marrëveshje, mund është me, po kemë mos marrëveshje me familje ka njëre me sane. Ose me kolegë, ose me punë, ose najdasë, ose ku ta di une. Po nuk jem një person që e ngarkoj vetën, ose i thonë vetës pse bona, që është bona, ose pse ma bona, s'ma bona. Edhe nuk jem një person që përlane me njerës. Për shembull, ku me di që ka ma si mushku, pse më ke thonë asi, jo, jem një person që tërhekem gradualisht. S'ka lëndu kur shkyll? Nështë se kom lënë. Nështë se kom lënë, se kom dhonë mundësi që shumë më lëndu dikon. Po thëmë, nuk jem person që, wow, të rekna gradualisht, dhe dikur njëri mund me pa shumë isin raste, kom pas shumë raste, mas një kohët gatë, një nërë më ka thonë më falë se kesha pa gëbollu, nësë zdi pse ka gabu në ashta, po kur ma ka lëzë raste më ka kujtu, nuk mirë na shumë, nuk jam fort person, se jo që nga ka prejk, ty e mua, tjetën e se cilin, prejk ka pak, po nuk du me jangull vetin kry, po du pozitiv me po Allah. Ylla, ka ndodhë dhe i sot me të ardi kushën me të kërku falje, me të në falje, se qëta, a kom bo.
Ose kundërta, me Pikë shkurtimi sport, kërkon falje. pikë që aty do është të mund rrjedh. Pikë sport, për shembull, nëse unë e kom bën e gabim pa qëllim. Po të marr shembull ti, si lab, edhe e kom pa që kom gabu, të kom thirrur, kom thonë lab, fal se e pas na gabu, nuk kom dash me bë, po pas ka ndodhur. Moment jo të mirë pas ka ndodhur. Nuk më vjen marrë me kërku falje. Jemi person që kërkoj falje, nëse kom gabu. Jo më shkum bigar jak mi kërku një falje se ke bë kur gjë, po nëse ka ndodhur diçka në ekses i vogël diçka, po ka ndodhur tonë që dikush ka thonë fal. Edhe kur të kërkon një falje, është hynore falja. Fakt. Ylle, gjatë jetës i kemi secili ato problemet dhe vështirësitë tona që cilat na vinë dhe shpeshherë na bëjnë për mundi keq, ndoshta se momente të caktuara, në evente të caktuara të familjes tona në mungojmë, edhe nuk jemi. Kur i ndihma s'keqte, në cilin event, në cilin ngjarje të familjes për marrë? Jo më di keq pak para pandemisë. Unë e babën edhe noni kom pas në arsim, tash në penzion. Pa. Edhe baba jam ka qenë edhe, do më thonë ka punu për mi 40 vite në arsim, edhe ka bo muzikë një kod gatë, folklor me, edhe shushin kulturë artistikë, just një zami vrejlë dhe në bonjet pesë, adin një stokë jemi konë të qysh gjithmonë hareshëm. Edhe konë sportist. Baba ka nga, konë vrapuse, e ka ndash tonë, bile në nofken, vrejlë, në fshatoni toni ka thonë bukurash. Bukurash. Jo në kuptimi që konë bukur, po, edhe pse ka bukurin e vetë, po në kuptim shoqëror. Edhe ai kone ka po kojë bukurosh, kom pas me shku në Kanadë, me knuni, për duket se ka qenë pavarësia e Kosovës se s'gabej. Për një moment, baba ka varpu që shtregova, konë shumë fizikisht në rregull me tana, edhe ka pësu një sëll në tru. Edhe ta shti për shama dhe ke po një njerë që është të vrapu të në kone sportista, si të njesit e ke po të rëzum komplet pa leviz, për më konë shumë shukuse. Kemi hek keq, ka hek keq baba, na kemi hek keq shumë, po i kemi nejtë gati me mjekësi, me asigjonave, edhe ka kalu. Kuptot, e ka onën e majtë blokume, nuk e ka të lirë, po fatë mirësisht, faleminderit Zotit, i ka kalu shumë sene e u këthjellë. Në rregull, tash funksionon e jeton në formën, qatë formë që ja ka dhonë Zotit, qatë risk, po tani edhe me non pa të problem. Po këto po du me lidhë, si o dalë penzion, mas 2 vjetë e pa qëtë fatë. Mas ne edhe nona dalë penzion, edhe e pa të fatin e njëjtë, po më problem e zemër. U dash me avë zemër, pa të problem, isha në sezon, një di sezonin, isha në kursa Rënj Vajt Garden i lasëm, po më thirë, Vli pa bilin, se ai vllai jam vjen mu gjithmonë, për zërin për sana, thash ku me të bilis, ai rren aty zakonisht. Ish dal jashtë i shu, po thash ku me dit, ka dalë me pinaj cigare, ku ta din. Edhe peshkuj zonës rastisht. Ishte u kry dasmja. Mos u shqetëso tha se mami tha pak pa qef. Edhe unë e mora me qef, se moroni mos se me qef. E thirë, ta shkallëzën dhe që ka bo, se disha ku është problemi. Jo, tha kanë qështu në spital, edhe veç u kry dasmja. Kryva punë me dasmore, shkova Prishtinë kursa rrej. Tash ishte ndasën vëlla njerëzit të kësye, të knaqet kur jam shku në spitalin Prishtinë në emergjencë. Ju veç është nona e, po aty kush ish mos provozat. Zer nuk na ka radhë shumë, mos ka radhë shumë. Me njerëz smut mi po. Veç është një tmerr i vërtet. Jam një shumë keq, çdo rasti kam pas shumë të vështira në jetë, po faleminderit Zotit ja ka përsy me të mirë. Jetojnë dytë, e kanë shtëpinë e vetë, jeton vllau me ta, unë jem ku pas kohët e ta, që tregova që të kopsh që kam bën vrilla atje, hatri të në mu shku dhe mi pa dhe që aty bashkarisht mi u iq ato sana. Që të i kom pas si shallas për vazoti me sana tjera mua, as ty as kërkon jetë. Urojmë, po janë pjesë tjetës. Apo, normal. Pjesë tjetës dhe... Shumë nuk i kemi me pas jetën të anë jetë lula. Jo, as pak. Derisa ne po flasim këtu edhe emisionin për transmetohet, ne jena në fluks sezonës. Po. Mirë gjithë shkafe? Faleminderit Zotit, shumë mirë. Shumë mirë. Munohem labi me menagju mirë, me punu mirë, na është boni kogja eksperiencë e madhe me punë. E di qësh me janis, qësh me kry, qa me bo, tek me bo. Mundona me rujt vokalin sa ma shumë, që të punë e kemna që s'kam punë tjetër, as biznes tjetër. Mundona sa ma mirë me mundu edhe me organizu dasme, ne mi bos të sana bile kur jeti me mu, ma leton që ato më limon shumë. Se që bja bëj një publicitet, mere labi që kjo kallë. Mirë labi, faleminderit njerëzit që na dojnë, që na thirrin.
jam shumë mirë njës. Unë edhe me këta dy, dëmë thonë, e di që shumicën e dasmave, dëmë thonë, je bashkë, se këta e bojnë... Po, për që me që piano në vjenë, ma len piano ka e me djesë, hek ma që në dukë të gjini. E kom një shkanë. Edhe me Taolantin kemi shumë bashkëpunime. Taolanti është edhe muzicient i mirë dhe djali mirë. Pa e do dhe shokun tem, pianistin më të mirë. Lumin. Lumin, po. Zakonisht, është e pamundshme deri sa ne flasim këtu edhe sezona e verës e këtë mësë me pas në sen furë të pjek. Qka është të pjek për momentin? Po, ka është diçka të përgatit. është diçka të përgatit, edhe kam qef gjithmonë me bëgë ekskluzive të ti. Edhe besoj që kena me bëgë ekskluzive bashkë të ti. Vjen diçka e mirë, jemi të përgatit diçka shumë mirë. Bravo. Faleminderit. Bravo, e di që uroj që ka me shku mirë edhe gjithë shkape. A jena kona, kena me konë. Oh, jena kone! Që e qitja kundin e minirë. Okej, ja nisim, jena konë dhe me tonë e përmbyllim. Okej, Labi, faleminderit shumë. Te e din që spritoj më ardhën kur thash, kur din Ulqin edhe faleminderit që be bën Ulqin. Ku të që të bënin bën mirë, po këtu vëlla po na bjen po knoqen pishojmë njerëzit edhe gurbeqartë dhe gjithë mos për ta thirrë ma 5 vi. Unë gjithmonë jam falendrues dhe minjas që të kam afër vetes, uroj edhe besoj që gjithmonë për të mira jemi njëri për tjetrin. Shumë faleminderit për respekt për gjitha. Dhosh Zoti inshallah gjithmonë për të mirë na, edhe ata që po na ndjekun. Po, edhe ata të cilët fakt se pa ta na nuk jemi. A ti përshëndesim? Patjetër. O jena kone, e kena me kane, o jena kone, e kena me kane. O se shqiptarve, Zoti jau ka dhane, o se shqiptarve, Zoti jau ka dhane. Faleminderit shumë. Vinë drejt me lindjes tyre bashkë me ta, faleminderit Aria Petrollit, në fakt që në Arlat, që cilët fakt ndalin tek ajo tankështela e portokallt, edhe me një karburant, faleminderit Pavin Kafes që aromën e kafes ma jep, po ju që i besoni edhe udhtoni kudo në përbot bashkë me Prime Travel, faleminderit Valonës, por gigantit këtij vendi, Hotel New Mediterrani që po e realizojmë sa më një kafe me labin. Kështu që vazhdojmë që jemi bashkë me sa më një kafe me labin. E të dy ure, pa ty kur jam, sa do doja ty të kisha trajt, e të cilën kur nuk mund t'ja fal, tani që së ka ndjemi vuar. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të di them një fjallë që kur si thash. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të them, të dua, për ti më thash.
E prajnë që në shpi u ka parë. E prajnë që në kur se zash të dua. Se në zemrën time je shumë marë. Dashuria ime me ke munguar. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të di them një fjalë që kur si thash. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të them, të dua, për ti më falë. Hajde Denik, është si vera, për të më kështu. Arë si drita. është kënaqësi që sonte në Summer një kafe më labin me pas Denik Prizrenin dhe Vesa Smolicën bashkë. Faleminderit që u kam këtë vit në Summer një kafe më labin. Kënaqësia e imja. Kënaqësia po ashtu e imja që jam për herë të parë dhe shumë kënaqësi, shumë atmosferë e mirë dhe faleminderit shumë për ftesë. Unë për dytën po, qëth nuk ja huqit e ti labë se di që kaloj mirë që. Kur gjo nuk kalojmë këtu para kamerave, që kalojmë Shka është mas kamerave. Dush me qitë dhe të prapas skena. Ato nëjhe tjetër. Mu vjen mirë që jemi sonë të bashkë. Denik, unë di që keni një lidhje shumë të madhe me Ulqinin. Sepse ti ke këndu me vite, këndan në për ambientet ndryshme dhe me thonë të Ulqinit. Kështu që më falë pak për Ulqinin, më tregon diçka pak për lidhjen. Unë definitivisht kom lidhje shumë të madhe emocionale me Ulqinin, ndoshta edhe sot të fol me Vesën të i kallëzu që prej gjeneratave ndoshta mas luftës edhe më ka ndodhur që nuk e di ako që kanë do çifte ka 30 ose ka 20 kusur vjet që janë pa martu e si kom kënu unë në darsën. Domethënë kom bo muzikë shumë në Ulqin, edhe në për lokale shumë të njoftën ato në Ulqin, edhe jemi lidhur emocionalisht shumë me Ulqinin. Kështu që për mu Ulqini, Shkodra, Gjakova janë vula e artistlykit shqiptar. Faleminderit. Po ka ma bënë shef. Faleminderit. Ves, nuk është që s'ke historie dhe s'ke lidhje me Ulqin? Jo, absolutisht. Tash në ato fol rrugës me njëri tjetrin, këm kallëzej ke që shka kalu prej adoleshencës e tutje une, adoleshencë e kojmë konë ma vogël kështu. Se printe me, gjithmonë i kanë kalu pushimet në Ulqin, e këna pas kështu primare më ardhë këtu, edhe tani nëse dojmë eventualisht më shku diko tjetër e këna zgjedh. Po, këtu e këna pas primare më ardhë. Edhe folqë me shumë nostalgji për Ulqinin, unë e du shumë si ven edhe kërë dhe thash, ose më pas ka marrë malli, thash edhe pse herë e kalu me jem konë bashkë të labi, njëjtë, po prap nuk më del bëllë, do më thonë, knashtë në sa herë vi, kam kujtimet bukra. Ne jemi sonte në Kapo Beach, ku në faktikisht po e realizojmë edhe Summer një kafe më labin, po cilën pjesë të Ulqinit keni nostalgji ma shumë? Une te plazha e vogël, e majnë men që dishim në Korze me prind, se që aty u bëjke Korze, që aty në konë live-et edhe unë si vogël, unë e shami ngu live-et, se unë konë gjithmonë adhuruse e muzikës, edhe që bona vetë këntare tani turi të shërodit. Ja, mazalla. Po pa e gare, masë shumë dhimë. Unë dikon prej vitit 2010, kër e kom njësë të me bë muzikë në Ulqin, atëre kanë qenë do lokale që janë edhe sot, si Riva, kanë qenë shumë ato lokalet ku e kena njësë me bë muzikë, ka qenë një ndjenë tepër e veçantë. Pse e thëmë këto, sepse gjdo vit ka shku të rrit kërkesa, plas për vitit 2010, edhe unë gjallaj emocionit, cili do më thonë me vite nga ka përcjellë dhe gjdo event që u bo në Ulqin, edhe maj bukra në kohën e pandemisë, prej vitit 2020, që ashtu kemi bo muzikë 2 muaj ditë, se vetëm Ulqini ka qenë i hapur. Po. Edhe 2 muaj ditë kemi bo muzikë në Ulqin, në kohën krizën matë madhe që ka qenë mo pandemisë, ku të ishin njerëz me divize, e na kemi najt 2 muaj ditë kemi bo këtë muzikë. E gjithsesi me plazhën e vogël jam shumë më e lidhur, sepse hoteli Plaza, hotel njerëz, planet që këm bo aty muzikë njerëz fantastik,
që bashkëpunoj me ta, edhe gjithmonë më kanë dhënë atë ndjenjën e mirë, po mos flasi edhe plazha e madhe, ka atë vetën. Po, dhe ka të vetën. Veç frymë pak ma shumë, e dikysh ka një janë dhe më kryt, po është shumë nice dhe këtu bon shumë nice. E përmendi dhe më thonë Deniku hotelin, edhe në fakt na jemi të vendosën në hotel New Mediterran. Si të i hapë dyrë dhe më thonë balë për balë e ke kalone. Po jëm hinë dhomë dhe është, o zëtë, pas ka marrë mali për këtë pamje shumë mirë. Kërë hapë dyrë të balkonit, edhe në fakt i delë në balkonit dhe që e kalon, cila kongë ju bjenë nërmend? E kaloja e ullqini. Dita fill. Plus me Gjakovë dhe këto dhe që e lidhë qa. Për me në Gjakovë, edhe kongë. Njerës që e dojnë muzikën, që japim vull, muzikë, janë për qyteteve shumë të vjetëra, si Ullqini, si Shkodra, Gjakova, Prizreni, Besa, Pesa, e një. Lidhët me Ullqinin. Konga, besoj, absolutisht që po, dhe më thonë është e kongë e shekullit, do të nështë ase, po... Halok Notë. Pashtë me njerës, po. E bukra këse kongë që ka tekstin, e ka një mesazh që qënë shumë të madhë të qiptet e reja, të njerës të ri që bohën bashkë, se thot në fund, mos i lëndohë zotë se janë të ri. Janë të ri. Do më thonë, shpreh një mesazh prapë, edhe pse kësë ka pas fat, teksti është fantastik e asaj kongë. Shumë. A keni lëndu ju në kënd? A keni shka? A kena lëndu? Me vedije unë... A ma një lapë se një letër shtu, se s'fimojnë me më. Më katari. Me vedije unë jo, po nëse kom lëndu në kënd i kërkojnë ndjes, po me vedije jo. Ja, të ne... Normalisht ne jemi njerëz për mishit për gjakut edhe bojmë gabime përditshme, se jo që mos themi çdo orë. Normalisht që rrugës mundesh me lëndu diken që edhe babaki shumë e dën, edhe po nëse ka ndodhë piranës teme gjithsesi që jam shumë i dopt edhe emocionalisht edhe i thomë më falë. Pse jo, është shumë humane, shumë njerëzore edhe ai njeri që nuk di me thonë falë. Madhështi është me kërku falje, ai njeri që nuk di me thonë falë, ai nuk o njeri. Fiks pajtona. E di që historinat shumë ta, ju lidhin ndoshta edhe me Ullqinin. Naj dashni verore kështu. Gjosë të zonë. Ullqini. As ishin një fjallë what happens in Ullqin, stays in Ullqin. A u kry? Po, sa i filmi është në Las Vegas, po në kena Ullqinin. Po, që ka ndonë në Ullqin, betë në Ullqin. Të ndetë edhe u kry. Normalisht si të ri po, që kemi po, une për veti po këm pas edhe i kujtoj me shumë qef. Kyma se edhe më copë zajete ka jetu këtu. Unë kohë ma gjata ku më kalu kohë më kone vogël, kështu që s'ku mujtë mu dashuruna. Dashuria i me parë kanë qenë prindërit në Ullqin. Dhe muzika. Dhe muzika, po. Jam martuar me muzikën, faktikisht. Po ju zë dini. Po kështu dashuri, po ka njerë shumë bukur që vijen prej Kamosit edhe japi dashni, kushdo që vjen, jam shumë e zhoqnushme, edhe ju që puna ndeshni, për Ullqinit, shumë dashni geni. Okej, kemi me vazhdu prap bisedën, po unë zakonisht në kuadrët e misionit, këtë vetë, se cilin musafir që për e kam, po e api një qëfar lej si sfide. Edhe ajo sfida është që shka një rënditje. Jo, mu la tash jo, se është vonë, është natë, diri atje, po është një qëfar lej sfide, po është një lej si një lej top liste. Prej pozitës 5, deri në pozitën e parë, në të tonë, Denikit për e api mi rëndit 5 femna, Vesës për e api 5 mashkoj. Po i ndaj kështu. Denik, Elvana Gjata, Dafina Ziqiri, Tajna, Melinda Ademi edhe Tuna. Kisha shku me Melinda Ademin, okej. Kisha vazhdu me Tajnën, Tuna, Elvana edhe Dafina. Psa? Po ndoshta që mi lidhën shumë me live-in, jam shumë i lidhën me zonin si zonë që është i gjallë, edhe shumë teknikisht si zonë si mundësi, qëfar do që jepin të publiku. Nër trit parat nuk e qesë në diskutim që është Dafina dhe ajo është e para për mu. E dyta është Elvana që ka një super një teknik fantastike të këndimit live edhe ka një ngjyrë shumë karakteristike. Edhe Tunën me cilën edhe kom bashkëpunu është fantastike edhe është si njeri edhe si shoqe. Edhe po ashtu ka një zo tepër e talentume.
ka potencë të madhe. Ndërsa ndoshta për muzikën e rap, edhe muzikën pak a shumë që ka me tekste kështu, ndoshta prej faktit që mirëna shumë me operën, muzikën klasike, domethënë nuk e shoh si pjesë të jetës time që muj me ngu për ditë. Kështu që këto dy emra tjera që janë po ashtu shumë të famshëm, ndoshta shumë më të famshëm se unë. Po Tajna edhe Melinda renditen në 4 ose 5, sepse nuk është rryma e stilit tem që unë e dëgjoj në përditshmëri. Okej. Vesa pajtosh me renditjen e Denikit? Që e kalla. Yes. Po, qëre, këto janë... Po, more, po. Bof mirë. Janë, se cila është e veçantë në versionin e vetë, edhe kanë arrit me forcat e veta me mri dhe me aknu këngët prej publiku se cili. Kështu që kanë koncerte sot shumë të mëdhaja, edhe që kjo është e bukra që sot janë të bo koncerte. Unë tash, a kishë ndru diçka për Denikit, me vendosë të kanë dikuar? Po tash, më varë se shia është relative. Jo, Dafinën edhe Elvanën i kisha qitë që aty, nashta Tajnën e kisha rëndit tretën, për shkak se u bo dhe internacionale, po kjo është çështje shijesh pastaj, di nuk ka lidhje me talentin, se përderisa janë këtu ku janë, kanë talent, kërëm vesh në për lomë. Lumi, Ledri. Lumi i Bia? Lumi i Bi, Ledri, Noizi, Gjiko, edhe Kresha. Pret, Lumi, Gjiko, Ledri, kush ka tjetër? Noizi edhe Kresha. Okej, po këshyri tash edhe lyrikisht edhe so ka mri nga ana komerciale. Do më shtim fërk njëri, do më thonë kretë repera, ata super artista, do më thonë janë nga sport që kanë nisë. Nuk është miktu. Ja se ti mu ma... Avde falë bre? Ja të ma drome mu, ja unë e pedua dhe... Po ka shumë shtirë. Shtirë kjo, mos janisë, unë mujta me ta po Versailles, Albani... Po, bashkëpunëtor, jo ma mirë, deri shtu je shumë... Alo, Kresha... Kresha dhe shpak. Në Vishma, Ledre. Atëherë, Ledre me shpak, shte veza, po të mjë rëndit. Atëherë, po rëndis Gjikon Pestin, Jops është maj dop t'i pikëtënë ose t'i shkap. Lili s'o pejon t'ashtë tjeta. Po, që holini, bashkë pejon, rafë që duka gjinit jeni me mumër. Shaka bosh. Ti s'u i katë. Po, jo për tash kjo shia jeme, se shia është relative, se ata e në kretë top artista. Të katërtin po e qes Lumi Bi, të tretin, kujtomi pak, Lumi, Gjiko, Lumi, Noizi, Ledri, Kresha. Atëherë, Noizi i treti, Ledri i dyti, Kresha i pari. Nga ana lyrikale, do më thonë, për tekse, Kresha për mua është numër 1, është shumë artist, nuk është, unë e kuptoj që raperat duhet më kom pak ma gango, edhe duhet mi shfaq jetën e tëne paka shumë të rrugës në tekstet e tëne, po Kresha gjithmonë është i shkru në dashnis, i shkru në publikut, që ja dojnë këngëte, do më thonë është ma artistik në shprehjen edhe ma muzikal. Edhe për shaton për qenë edhe rënditat parin. Pastaj vjen edhe Ledri Vula, për cili me ndojnë njëjtë, a i bën të dy palët, edhe komercialin edhe i kombinon, më pëlqen, dhe për këtë arsye që i bën të dy atë rënditat dy tjerë. Pini gotë për ty, hajde, gëzuar. Hajde. Gëzuar. I përshëndesim të gjithë, janë super artista. Kështu, kur... E pse se vete mu tash pse a pajtosh me kësa? A pajtosh me... Jo, s'po pajtona. Po, rënditja Denek. Rënditja Denek. Për Kreshën nuk ka diskutim, sepse unë ndërshta dhe për ditëve studenta, ku kemi qenë studenta, ka qenë një kafe bar kontra. Ti ndërshta edhe shumë mirë. Aty ndërshta edhe kemi najtë shumë, kemi pas shumë, ndërshta, opa. S'ka lidhe, shoqja jotja të pusë të fashë. Debate rreth muzikës është njëri super i talentum. Për Kreshën s'ka pik diskutimi. Luft.
Luft me Mickoja, po? Për kresës ka pik diskutimi që është fantastik. Po une mas kresës e kisha lidh, ndoshta që të treshen në parë që për mu mas letrit është lumi bifil. Oke, po unë thash është shia relative. Jo relative, po unë njerë me mu njëherë një tonë, vlla, ka mundësi. Pse vlla unë gjithë duna për la me këto, pse mërë, vlla, pse mërë. Jo, unë thash njën kretë artistat mirë, po kjo është... Avangard. Lumi për mu është shumë avangard, edhe shumë ka tekst, edhe shumë është... Hite ka pas gjithmonë kështu, po unë e ka nga ana artistike. Denek, Big Brother i Kosovës a i Shqipërisë? Ku? Shqipnist. Do më thonë jeket vetë, apo? Ja. Kuj pa ta thonë, une po hiski kisha thonë ves. Kuj pa ta thonë. Me vesën të nejtë garantin për Denikës të vjetë. Jo, s'ka shans, të mishti edhe i pa ta thonë, po. Jo, edhe kuj pa ta thonë, në Denik thash, ka me hi, adin, pak para se me hi. Thas kisha thonë bre ves, se ti nuk keqa kategoria, dhe në njerëzve, se këm një shumë mirë, që 15 djeshëqni, thas kisha thonë bre me hi, po. Thash, po Denik ka ditë pak ma komerciali si sen, kështu si show. Hiq bre, hiq s'kisha preferu, tha me. Po, unë apet me kryt ta, ma përgutën. Jo, rasisht ta që nuk më kanë gukur, kështu që s'pallë. Never. Kur jemi tek deti dhe jemi tek kjo plazh ku po qëndrojmë, edhe e kemi vetëm një shazllan. Po? Është një i vetmi. Denik, kujt ja kishe lëshu shazllanin nëse faktikisht i sharë dikush prej kolegëve tu? Ka me emna specifika, po... Jo, kujt ti dënë mi alshu shazllanin? Aha. Kujt ja kishe lëshu shazllanin? Ta isha me pjek dili, ja. A me mushtri bashkë gjatë shazllan? A bë mushtri bashkë? A i shazlloni ka, dhe më dhënë kjo është i ullë me një... Jo, vesh një shazllana, vesh një. Po dhe që aty mu shtri Po, bashkë, ani dhe që me... Jo, asë Mas ne personi vendos. Ja, aty... Big Mama se kësha shumë. Big Mama, okej. Okej, interesant. Interesant, okej, ves? E kom haverit, s'moj. Unë po shkoj ma atë aspektin që hajt ma i vjetër e me si bjen djeli në krye, kështu që shkëllëzën jetishit. Okej, interesant. Interesant. Diferent. Qka ka diçka që kur njetë nuk e keni thonë? Nuk e kena thonë? Po, për shikust. Në televizion, kur nuk e keni qelë muhabete, nuk e keni thonë, kur... Tash na artistat përdorim ma pak edhe shprehje dhe përgjigje diplomatike zakonisht. Kur të përgjigjem se bash sinqerisht 100% nuk munëm se kena keq ardhje dhe dokëm arrogant nëse përgjigjem 100%. Edhe njerëzit po besoj edhe në punë ku të shkojnë, qoftë ata që punojnë banka ose diçka, besoj që 100% janë transparent edhe me kolektet tëne, pak e ruj një farë muhabeti, një farë rezerve e kanë, abden, ta më puna tash me dollë bashkë qashtu. Unë jëmë kone Big Brother edhe jëmë kone rezervume, lemo intervista që zgjatë 30 minuta ose 40, hajt një orë me uqu me folë diçka. Ato janë sene që ty din ashta... Ja, shumë privat. Po, janë sene private, unë për shamu sene private i ruj hermetikisht, dhe kam vetë dhe tipin që ashtu. Okej, Denik? Nuk e di, kom do nështa tema që nuk jam intrigu prej njerëzve që jem kanë pytë për mënej në i temë cëla kësha pas qef mi folë, se masena edhe harroj, abdi se harroj për shkamu qëfar do pytje që ka qenë asi. Po, pajtona shumë e vese kur tha që privatësia është shumë e shajt, sepse edhe një fjallë që thot e urt të mos dit njerëz, krejtë sane të mos i dit s'mujnë mi shkatërru. Në me thonë, është shumë ma mirë me, do shta me majtë, do shta që ka do që i ki për veti, që mos me ditë që o ka ndodhë me ty se pa dashje ose me dashje dikush ta shkatërën. Kështu që pa ma mërë menja që është që kjo si përgjigje ma adekuate. A ka ndo një verë që nuk do një me kujtu kur? Verë? Po. Po për mu ka. Ka dhe për mu. 2020. 2020. Kuptimin jo e të punës, po kuptimin e tutës ndaj sëmundjes, pandemia, i kom hala
shoqër zotit, babën, nanën, gjallë, e u të që mos ata pi infektoj, edhe se nuk e kësha fol vetës kur, edhe si janë pak në mosh, që ajo ka qenë vetë që nuk harrohet kur, po mënej për neve që e kena jetu, ka qenë vetë shumë i keq. Në verë shumë e keqe, se vetë shumë i keq. Unë se majnë men me vetë kështu, po ka pas raste shumë a mëti, vera nëse gjenë keq nga ana sentimentale, dhe më thonë, që nuk je happy me vetë, nëse që ki vendos tutje, me ndodh me ty në jetën sentimentale, nuk e përjeton qash mirë, dhe se i shekret njerës të dalë të vestu happy, ato në ashtosionas për veti, happy anë isem, po ti më nënë që adin diqysh vesh ti si ka gëzën, edhe mu më ka ndodh një periud që ashtu, vesh një verë u konë që ashtu, edhe mas nej u konë shumë okej, veç a verë pu se majnë me në vitin. Të kanë zonë kjo verë happy? Po, jam shumë good, shumë okej. Je sentimentale kështu? Top sentimental. Ja, kom pas, si kom shku mi marë të nditën, jena kërë, het, happy, muzik, gjoma qelë. Dhe me thonë, kjo verë pas ka me qenë verë që ka më mbajt med për juve. Edhe përvesën e po, jo nëjësan që këna me dokumentuar, po mënej, është edhe pak që ja kryan vetës. Edhe unë mënoj që i kom rrido sene me pos një shoshni shnosh, shumë si Denikon, si Jehonin që e kam edhe, janë ndreqi vetit jetën. Po vishë edhe të regoj që ka edhe dasma ma shumë si vjetë. S'po kalëzën, vesa o 7 zone, që s'po do me kalëzu që... Ej! Një polaj. Këtë është njerëz menojnë për një men. Jo. No te preocupa. Yo soy embarazada. ¿Tú hablas español? Denik, mos i dhes për tale, Denik. Jo, larkë po. Hajgare bona. Do thonë, ka me kënë, më. Hajtë gretë rego, po sa thamër kjo jam... Mirë jam. Mirë. Keni mërë. Shka të bodi me i nonë. Do është me relaksu paka shumë. Jo më mëso për vetë 7 zonë. Nare tek shkyrim. Dhe prejk. E kom një pyetje drejt për drejt nëse ka mundësi një emër me jep. Ves, kusht ka të zhgënyu për estradës? S'po më vjen qëtar si emër. Se jo shumë vjen kesh mi për menë. S'po më vjen si emër. Po ka njerës gjatë rrugtimit tim 22 vjeqar që kërkur se ka për detyrë, për shumë me mdimu. Po. Gjatë ti rrugtimi s'ka pas për detyrë me mdimu, po ka pas raste që më kanë zhgëny për shkak se kanë dash me zgju një farë dyshimit e kënë për shka jem të bo, qysh unë e kom këthy karierën edhe ka marrë këthes me një zhanër tjetër, po flasë qëtar sfumi, nuk është se jo mirë prit prej krejt kolegëve popullorë që më këthym popullore. Këta ku marrë edhe pak si sforcim prej anës tëne nga ana profesionale dhe më vjen keq qysh nuk e përkrajnë dikën që është i rinë këtë fushë dhe ka ardhë keq për ta, se ata mund me pas probleme vetëm, po jo unë me ta ose ata me mu kështu personalisht. Kështu që nuk kam një emër me cek, janë disa, ata që më përkrajnë, për shembull, unë i postoj edhe jam prezent në jetën teme, edhe nëse ata nuk shkojnë me një datë, më qojnë mund datë, të janë njës prej Denikut e shumë tjerve, që mund mi pa për mes Instagramit tam. Të tjerët të cilët nuk i postoj, nuk është se kam në i raport me ta, kam thjesht një respekt kolegiale dhe qatë sa më kanë dhonë, kam japa dhone tutje. Shumë diplomatike përgjithë. Emër s'poj me dhonë, se janë shumë Jo, njerës që më njohin edhe kolegë që më njohin e din që unë e kur s'kom qenë konfliktuoz as me kolegët e me, as me krejt, do më thonë me krejt njerës që do të kom bashkëpunuje me krejt, estradën, po thuj se krejt, me asë një s'kom asë një fjallë të keqe, asë një ofendim pikës pari. Po ndështë ta kësha vequ një moment prap, pa dhonë emra, sepse nuk du me elaboru këtë temë shumë, sepse mas e mund me marë kahje tjetër, për cilën nuk është asë nevoja, asë kur gjë. Po jom djetë tepër i ofendum, kur isha tuknu me një lokale dhe thras një
kolege time, një shoqe time, ish shoqe time, e thrasi thëmë, e ndërojmë, filan festekën, ju lutem, me një duatrokitje, na bashkangjitet me një 2 këngë. Po edhe ka qenë momenti shumë i keq, kur ajo nuk ka reagu fare, edhe më ka po që pesho, edhe ka ditë që jam të e thirë, veç më ka qurë dorën që shtu të nalë njerë, edhe dhe me të e thirë, po une nuk ta fësë, më fa një shpreje. Edhe dolla keq para publikut, para njerëzve cilët edhe ishim për kras edhe ardashës muzikës të saj. Edhe që për ati momenti mëse na mos kom pas asë një kontakt me atë njeri, edhe këndojmë ndoshta edhe bashkë, jena me najdarë së bashkë ashtu, ose qka do, po s'kom pas më asë një kontakt me atë njeri, sepse jo që më ka bo najsen, po audiencën e vetë, tu mos e respektu audiencën e vetë pikësparje, e mu si një shok potencial i gjatë këtë kësaj rrugë, më ka orë shumë keq. Edhe mësena kom fshi për sistemin të këtë, dhe më thonë veç e kom fshi edhe dhe cit. Po emë në përshkak relacionet e përshkak biznisit që e kemi, s'kisha pas qef me ashtu. Jo, kur një. Inicialin asë. Po du me kalzu që është veza. Kështë dhe veza, s'me litë. Jo, zërëm këtë dhire vidim që me kënu? Kuna e keni lonë sin mas më ramti? Kështu prej... Sot, a? Kjo mu po. Kër jam shku mi marrë, kish flajt, one thërë, Kanë zonë gjume, ke më njës. Sin 2 ditë. Edhe kom lonë 1 orë të prit poshtë. Nuk kam për te ju dëtë. Kujna ja keni lonë sin? Sin kuna ja keni lonë sin? Po më nën kështu në përgjësi, aveç kolegve? Kolegve? Kolegve sin? A ka? Ka s'ka. Po, ton ka, që po jap një arsye. Kur tentojnë me bo ngacmime seksuale kështu, unë nuk i kthej ato përgjigje. Do më thonë veç sinjale? Po, veç sinjale. Okej. A ka dikush që është blok të kjo? Prej kolegve? Instagram, po? Ja. Se majnë me një. Jo, s'kam. Une e menoj që njerës që i bon blok, ti mo nuk i pas kur ndjenë për ta. Kështu që kur i bon dikuj blok, do më thonë është gjest. E fundit është. është një pikë që të ka pru derin që do më thonë një jo respekt. Po, është një jo respekt i që ati njeriu që ta ka pru punën për me bo blok. Une kom edhe ex-femna ose ex-lidhe që kom pas njetë, sot e kësaj dite jemi Hello Friends në Facebook, në Instagram. Ki raport, po. Kom kështu raportet mira. Kjo është një pjekuni emocionale për mu. Nëse dikon e fshin për rjetëve sociale. Po, Instagram. Ajo është veç nëse të shetsën dikush edhe dush me pa tjetër një apo si se kuptan. E ka prek limitin, e ka prek atë farkuficin e... do sani. Unë s'kom pasë rast, kështu që nëse ndodhë diçka na e kesh kuptem, ose munona mu sharu, ose nëse... Hala bolë. Kretë jo keni blok. Ves, ma ti bilem. Se që tash kime këdu. Super djemë dhe... Ma ti dhe a i haqë se kryti këtë vetën. Po jo kryvi dhe asho ka nëzitë kë. A bishme qëfar kolegu? Qëfar kolegu? A për një që dhe qëtar jam shri krejtë. Qëtash, në bojnë akord dhe të kesh të Ja kom bo blok se nuk ma ka këthy. Follow, ja kom mos e kom blok. Na ka ek followin. E di që vera ka me cene nëzit për juve dëve, për shkak që jeni pjesë e dasmave, pjesë e mramjeve, dhe me tonë, kudën e për Kosovë, por edhe në Ulqen jeni. Po. Që këma shumë. Këma shumë është të prezent me neja. Tash është ajo pjesa para se me hynë në sezon, ajo basha që ajo ura mes qershorit edhe mes korrikut, cilës mësajna mas datës 15-16, atëra i veç janisin ato darsmat e po... Po deri që të po, na kemi kështu dhe me edhe pak me shiu në nështë atë detin, edhe pse jo na i natë me bo pak muzik, edhe me bo qef. Së tani detin veç deri në shtator, që që zoqin ato prek me kom, harroje që shijem shtator, të e marrë, të e prek. Për kom. Të këqyrë, deri shtator, shijem shtator kësë. I marrë një kof me veti, jo, në ka qkojnë. Unë pata knaqësin që u pata sonte në samë një kafë më labin, uraj që një natë bukur e kam pasë dhe shikuesit bashkë me. Po besoj edhe na që se këna të pru, her pasere kështu me muabet, me egzageru. Na jemi njerës që shtu jemi edhe ditën, edhe muabet në tavolina me grejt. Kështu që munu me qenë sa ma originali edhe ndaj njerëzve që na njohin edhe që na shohin në baza editore. Faleminderit shumë Labi, që së më harran,
është hera 2 që vi edhe kënaqna jashtëzakonisht shumë të emisionit. Edhe për Denikin e para, po tash tutje. Tutje e rezident, kështu e ka labi. Apo nin lum, apo qosh pi Super ekip madhe. S'keni nevojë më, po thë. Të përkthyer. Ves, merre mikrofonin, shko drejt atëne, faleminderit shumë që të kom pas, shko drejt lumit të Aloantit edhe Riyadit. Në anën tjetër, unë përjtom shikuesve të emisionit Sa me një kafe më labin, faleminderit që janë bashkë me ne, faleminderit prej kësaj atmosfere ka po bi që po qëndrojmë zbashku në këtë pjesë të emisionit Sa me një kafe më labin, faleminderit Aria Petrollit, Prishtina Tiketit, Pavin Cafes, Prime Travel, Hotel New Mediterran, Kapos, ku për realizojmë emisionin, por edhe duke mos haruar gjithë stafin e Kapos. Faleminderit shumë për mikpritjen, për gjithë shka. Edhe duar trokitje për Vesën edhe për gjithë ekipin e emisionit Një Kafe më labin, ekipin e radio televizionit një sene. Sa do i papamje. Vesa Smolica. Ti kur ishim të dashur, e sot të urye, shkojmë tutje, pa bile dhe këthyse, në trenin ton që ec, bivirar të thyje, këthima nuk ka, u than fjallet që vran, fluturon po lumbi bar, një shtektare në rrugë kur e takon, edhe pse mua m'kalan, ti mos e mallko, veç bari të falja nga sot do t'ja falja, se dua shumë. Fluturon po lumbi bar, një shtektare në rrugë kur e takon, edhe pse mua m'kalan, ti mos e mallko, veç bari të falja nga unë, krejt gabimet unë prap do t'ja falja, se dua shumë. Gabimet unë prap do t'ja falja, ose dua shumë. Samër Një Kafe me labin mbështetet nga Prishtina Tiket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediterran.